Dolce dhe banori më i bukur i Grande Fratellos po kthehen në çiftin më të adhuruar nga e gjithë Italia. Në shtëpi, atmosfera ndryshon sapo ata të dy afrohen. Dolce, me bukurinë e saj të qetë, me buzëqeshjen që gjithmonë duket sikur flet para se të flas ajo vetë, hyn në dhomën e gjumit dhe gjen atë të shtrirë me një shikim të përmallshëm. Nuk ka nevojë të thot asgjë, sytë e tij flasin më shumë se çdo fjalë. Ai e shikon me një shkëlqim që nuk i fshihet askujt. Sytë i ndriçojnë sikur çdo herë që Dolce shfaqet, botës i shtohet drita. Në atë moment, ai duket më i dashuruar se kurrë. Koka e tij kthehet menjëherë drejt saj, sikur të ishte duke e pritur. Sikur gjithçka brenda tij merr frym vetëm kur ajo afrohet. Dolce, e qeshur, e qetë, e sigurt, ulet pranë tij në krevat. Ata flasin me zë të ulët, ngadalë, me një intimitet që nuk ka nevojë për prekje, mjafton mënyra si e shikojnë njëri tjetrin. Të gjithë banorët rreth tyre i shikojnë dhe kuptojnë që po lind diçka e fortë. Në shtëpi përhapet një atmosferë që askush se kontrollon më. Është atmosfera e dy njerëzve që rezonojnë me të njëjtën energji. Në rrjet, komentet shpërthejnë, duken si Shakira dhe piquet të Grande Fratellos. Sytë e tij flasin, ky djalë është i humbur pas Dolces. Këta të dy po shkëlqejnë më shumë se të gjithë shtëpia bashkë. Sa herë që ata komunikojnë, kamerat fokusohen automatikisht aty. Jo sepse duhet, por sepse publiku nuk heq dot sytë. Banori i bukur nuk e fsheh më, ai ndriçon kur e sheh, fytyra i hapet, zëri i zbutet. Duket më i dashuruar se kurrë, thuajse zemra po i del nga kraharori sa herë që Dolce i flet. Dolce tun flokët, qesh, e shikon drejt në sy, dhe në atë moment ai humbet fare. Nuk ka spektakël më të madh. Nuk ka çift më magnetik. Duket sikur universi i tyre është ndërtuar vetëm për dy njerëz, një vajzë që shkëlqen natyrshëm dhe një djalë që ka gjetur te ajo atë që nuk e ka gjetur askund tjetër. Në Grande Fratello, të gjithë e thonë të njëjtën gjë. Ky është çifti më i bukur i se.